Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 20 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë me ngjarjet më të rëndësishme të datës 20 mars dhe do të kthehemi në vitin 1815, ku gjeti Francën në një rënditje të madhe. Napoleon Bonaparte, i ratisur nga ishulli i Elba, hyri në Paris me zbrohoritjeve të popullit. Rikthimi i tij do të shënonte fillimin e periudhës së famshme të 100 ditëve. Disa dekada më vonë, në 20 mars të vitit 1852, një libër të ndryshonte mënyrën se si njerëzit shihnin skllavërinë. Kasollja e Xhatomit e Harriet Beecher Stowe u botua për herë të parë, duke ndesur një zjarr të ri në debatin për lirinë dhe të drejtat e njerëzit në Amerikë. Në një tjetër cep të botës, Norvegjia shënon një fitore të madhe për gratë më 20 mars të vitit 1916. Në këtë ditë, gratë fituan të drejtën e plotë për të votuar. Ndërkohë, Afrika e Veriut përjetoi një ndryshim të madh më 20 mars të vitit 1956. Tunizia, pas viteve të tëra nën protektoriatin francez, më në fund fitoi pavarësinë e saj. Shekulli 21 nuk e la këtë datë pa ngjarje të rëndësishme. Më 20 mars të vitit 2003, bota pa fillimin e konfliktit të ri, forcat amerikane dhe aleatët e tyre nisën luftën në Irak. Do të vijmë tani të flasim për lindjet e 20 marsit dhe në një ditë të ftohtë pranverore të vitit 1828 në Norvegji, lindi Henrik Ibsen, njeriu që do të revolucionarizonte teatrin me veprat e tij dramatike dhe të fuqishme. Gjysmë shekulli më vonë, në 20 mars 1856, lindi Frederick Winslow Taylor, njeriu që do të shpikte metodat e menaxhimit shkencor, duke ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si funksiononin industritë moderne. Në vitin 1925, Australia i dha botës një shpikës të madh, David Warren, i cili do të shpikte black boxin, pajisjen që sot është e domosdoshme për sigurinë e fluturimeve. Në vitin 1957, në një cep të Amerikës, lindi një djalë me një vizion të veçantë për kineman. Ai ishte Spike Lee, regjisor që do të sillte në ekran histori të forta mbi racizmin, kulturën dhe të drejtat civile. Më në fund, në vitin 1976, një djalë i talentuar erdhi në jetë, Chester Bennington. Më vonë ai do të bëhej zëri një brezi, vokalisti kryesor i grupit Linkin Park. Por 20 marsi nuk është vetëm një ditë gëzimi. Në vitin 1413, bota humbi Henrikun e IV të Anglisë, një nga mbretërit më të rëndësishëm të epokës së tij. Më pas, në vitin 1931, Gjermania humbi Hermann Müller, ish kancelari i saj, një njerëz që kishte luajtur një rol të kyç në politikën e vendit. Sporti gjithashtu humbi një legjendë më 20 mars të vitit 1990, Lev Yashin, portieri i madh rus, u nda nga jeta, por historia do ta kujtonte gjithmonë si njërin nga më të mirët. Tani u të ndiq në rubrikën Ne dhe shëndeti. Rigoni është një bimë e egër dhe lind spontanisht në male, por mund të kultivohet dhe në vazo. Emri shkencor vjen nga fjala greke oros, malsor dhe ganos, shkëlqim. Vetit dhe përfitimet e rigonit. Rigoni ka veti të pamohueshme medicinale që përmbahen në majat e lëzuara të tij. Lulet e tij përmbajnë një vaj esencial që përbëhen nga substanca të ndryshme aromatike, të cilët zhvillojnë një shije të veçantë, të fortë dhe të pagabueshme. Favorizojnë tretjen duke stimuluar një tretje sa më të mirë, janë të dobishme në raste të fryrjes së barkut, çlirojnë rrugët e frymarrjes në rast të kollës dhe ftohjes. Ushtrojnë një veprim dezinfektues. Hulumtimet kanë treguar se rigoni është 42 herë më i pasur me antioksidantë se mollët. Kjo bimë e shijshme përmban shumë minerale siç janë bakri, niacina dhe beta-karoteni, si dhe materiale të tjera ushqyese. Rigoni, sikurse dhe rozmarina dhe bërziloku, përmban të ashtëquajturin acid rozmarik. Ky antioksidant i fortë ndihmon në parandalimin e dëmtimit të qelizave të shkaktuara nga radikalet e lira, me çka reduktohet rreziku nga kanceri, sëmundjet e zemrës, arterioskleroza dhe plakja e hershme. Meqense e karakterizon efekti kundër inflamator, acidi paraqet trajtim efikas për astmën alergjike. Rigoni është gjithashtu i pasur me veçori antibakteriale, duke përfshirë vajin timol dhe karkavol. Ulëmtimet kanë treguar se këto dy komplekse ndalin rritjen e shumë llojeve të baktereve.
Rigoni është efektiv në akt tek artriti, sëmundjet kancerogjene, gjendja inflamatore dhe mutacionet e qelizave, nxitretjen dhe funksionimin e mbulqisë së stomakut, si dhe në mënyrë të suksesshme aplikohet te inflamacioni akut dhe kronik i sinuseve, virozat, gripi dhe ftohja, por dhe te dhimbja e kokës kronike. Ndihmon për të lehtësuar hiqjen e sekrecioneve dhe mukozës. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për njeriu që zhvilloi teatrin në një mbrëmje të ftohtë norvegjeze të 20 marsit 1828 në një qytet të vogël Portugal të quajtur Skajen. Lindi një djalë që ndryshonte përgjithmonë teatrin dhe letërsinë botërore. Emri i tij ishte Henrik Ibsen. Ai nuk do të rritej mes luksit dhe lehtësisë, përkundrazi jeta e tij do të ishte një udhëtim i vështirë, i mbushur me sfida, por edhe me një talent të rrallë që do ta bënte një nga dramaturgët më të mëdhenj të gjithë kohërave. Kur Henrik ishte vetëm 8 vjeç, familja e tij përjetoi një fatkeqësi të madhe. Biznesi i babait të tij dështoi dhe ata u detyruan të jetonin në varfëri. Kjo përvojë e hidhur do ndihmonte Ibsenin të kuptonte më mirë hipokrizinë dhe shtetësimin e shoqërisë, tema që më vonë do të bëheshin mboshti i veprave të tij. Djaloshi Henrik nuk ishte një student i shkëlqyer, por kishte një dashuri të veçantë për artin dhe letërsinë. Në moshën 15 vjeçare ai u largua nga shtëpia dhe filloi të punonte në një qytet i vogël, kalonte netët duke lexuar dhe shkruar poezi. Ishin vite të vetmisë, të reflektimit, por gjithashtu vite ku talenti i tij filloi të marrë formë. Në moshën 22 vjeçare, Ibsen u zhvendos në kryeqytetin norvegjez, Kristiana, me shpresën për të studiuar dhe për të realizuar ëndrrën e tij për të bërë dramaturg. Ishte një periudhë e vështirë, plot zgënjime dhe varfëri, por ai nuk u dorëzua. Puna e tij e parë teatrale, Katilina, nuk arriti suksesin e dëshiruar, por Ibseni nuk u ndal. Në vitin 1851 ai gjeti një punë si drejtor teatri, duke e shfrytzuar këtë mundësi për të eksperimentuar me dramën dhe për të zhvilluar stilin e tij. Ibsen nuk ishte thjesht një dramaturg i zakonshëm, ai ishte një rebel, një njeri që sfidonte hipokrizinë e shoqërisë viktoriane. Në një kohë kur drama përqendroi te heronjtë romantik dhe tragjeditë e mëdha, ai vendosi të jepte zë njerëzve të zakonshëm, sidomos grave, duke i vendosur përpara zgjedhjeve të vështira morale. Vepra si Shtëpia e Kukullës tronditi opinionin publik, pasi paraqiti historinë e një gruaje, Nora Helmer, e cila largohet nga burri dhe familja për të gjetur identitetin e saj. Ishte një skandal i madh në kohën e tij, por edhe një moment historik për letërsinë dhe të drejtat e grave. Ibseni vazhdoi të shkruante deri në vitet e tij të vona, por në vitin 1900 pësoi një goditje në truq që ia vështirësoi jetën. Ai vdiq më 23 maj të vitit 1906, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme letrare. Do të vijmë me rubrikën Kuriozitete dhe sot do të flasim se pse lëkura jon bëhet me rrulla kur qëndrojmë gjatë në ujë. Të gjithëve na ka ndodhur që pas një dushi të gjatë ose një qëndrimi të gjatë në pishinë, lëkura e duarve dhe këmbëve të na bëhet me rrulla. Por a keni menduar ndonjëherë pse ndodh ky fenomen? Shumë njerëz mendojnë se lëkura thjesht thith ujin dhe bymehet, por shkenca tregon një histori më interesante. Në të vërtetë, rrullat në ujë nuk janë një proces pasiv, por një reakcion aktiv i sistemit nervor. Studiuesit kanë zbuluar se ky ndryshim kontrollohet nga nervat autonome, të njëjtët që rregullojnë funksionet automatike si rrajt e zemrës dhe djersitja. Kur trupi e ndjen se duart dhe këmbët po lagen për një kohë të gjatë, ai dërgon sinjale që shkaktojnë tkurrin e enëve të gjakut në lëkurë. Kjo tkurrje e enëve të gjakut bën që lëvizja të tërhiqet dhe të krijojë ato rrulla të vogla karakteristike. Por përse trupi ynë e bën këtë? Sipas shkencëtarëve, ky fenomen ka një funksion të qartë, të përmirësoj kapjen në kushte të lagështa. Nëse duart tona janë të rrullosura, ato mund të mbajnë më mirë objektet e lagura, njësoj si gomat me tric, që ndihmojnë një makinë të mos rrëshjas në rrugë të lagështa. E njëjta gjë vlen edhe për këmbët, të cilat mund të ecin më mirë në sipërfaqe të rrëshitshme kur janë të rrullosura. Ky efekt mund të ketë qenë një avantazh i madh përpara artësit tanë që jetonin në mjedise me shumë lagështi ose duhet të lëvizin në ujë për të mbledhur ushqim. Ata që kishin këtë aftësi mund të ishin më të aftë për të mbajtur objektet e lagura apo për të ecur në tokë të rrëshitshme, duke i ndihmuar të mbijetonin më mirë. Kjo teori u testua nga shkencëtarët përmes eksperimenteve ku njerëzit u të kapnin objektet e lagura me duar normale dhe me duar të rrullura. Rezultati, duart e rrullura ishin më dukshëm më efikase në kapjen e objekteve të lagura, duke mbështetur idenë se ky është një adaptim evolutiv. Tani ofte të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 20 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe kthjellime. Temperatura minimale parashikohet të jetë -1 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 15 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond.
Çka do të bëjë? Të krijojë ndellgëzime 2 deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 5 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 2 deri në 14 gradë, Peshkopi 1 deri në 12 gradë Celsius, Tiranë 5 deri në 14 gradë, Durrës 5 deri në 13 gradë Celsius, Kavaj 5 deri në 14 gradë, Elbasan 3 deri në 15 gradë Celsius, Berat 5 deri në 14 gradë, Korç -1 deri në 11 gradë Celsius, Vlorë 3 deri në 14 gradë, Gjirokastër -1 deri në 10 gradë, Sarand 5 deri në 11 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 20 mars 2025 parashikohet të përshkohet në një mod i paqëndrueshëm, e gjithë ditët do të jetë mbushur me vranësira në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të fërkryesin nga juglindja me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 14 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 1 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 11 gradë, Skënderaj -2 deri në 11 gradë Celsius, Pej 4 deri në 11 gradë, Prishtinë 0 deri në 11 gradë Celsius, Gjakov 0 deri në 12 gradë, Malishev 1 deri në 11 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 11 gradë, Ferizaj 1 deri në 11 gradë Celsius, Kaçanik 2 deri në 11 gradë, Suharek 2 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 1 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishemi sërish nesër në potën 1 orë. Deri atëherë, mirupafshim.